Shtetet e Bashkuara janë gati të nisën një fazë të re të operacioneve në lidhje me Venezuelën në ditët në vijim, raporton Reuters, ndërsa administrata Trump përshkallëzon presionin mbi qeverinë e presidentit Nicolás Maduro. Raportet për veprimet e afërta janë përhapur në javët e fundit, ndërsa ushtria amerikane ka vendosur forca në Karaibe mes marrëdhënieve të përkeqësuara me Venezuelën. Dy nga zyrtarët e SBA-s thanë se operacionet e fsheta ka të ngjarë të jenë pjesa e parë e veprimit të ri kundër Maduros. Një zyrtar i lartë i administratës të shtunë nuk përjashtoi asgjë në lidhje me Venezuelën. Presidenti Trump është i përgatitur të përdorë çdo element të pushtetit amerikan për të ndaluar drogën që vërshon në vendin tonë dhe për të sjellë ata që janë përgjegjës para drejtësisë, tha zyrtari duke folur në kushte anonimiteti. Administrata Trump ka qenë duke shqyrtuar opsionet që lidhen me Venezuelën për të luftuar atë që e ka portretizuar si rolin e Maduros në furnizimin me drogë të palishme që kanë vrarë amerikan. Ai ka mohuar të ketë ndonjë lidhje me tregtinë e palishme të drogës. Zyrtarët amerikanë thanë Reuters se opsionet që po shqyrtohen përfshin përpjekjen për të rrëzuar Maduron. Maduro në pushtet që nga viti 2013 ka pohuar se Trump kërkon të arrëzojë atë dhe se qytetarët Venezuelas dhe ushtria do t'i rezistojnë çdo përpjekje të tillë. Presidenti i Venezuelas, i cili do të festojë ditëlindjen e tij të 63 të dielën, u shfaq të shtunën në mbrëmje në teatrin kryesor të Caracasit për premierën e një seriali televiziv të bazuar në jetën e tij. Një grumbullim ushtarak në Karaibe ka qenë në proces prej muajsh dhe Trump ka autorizuar operacione të fsheta të CIA-s në Venezuelë. Administrata Federale e Aviacionit të SBA-s të premten i paralajmëroi linjat ajrore kryesore për një situatë potencialisht të rrezikshme kur fluturojnë mbi Venezuelë, të nxiti ato të tregonin kujdes. 3 linja ajrore ndërkombëtare anuluan fluturimet nga Venezuela të shtunën pas njoftimit të forcave amerikane ajrore. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të hënën të shpallin Cartel de los Soles, një organizatë të huaj terroriste për rolin e saj të dyshuar në importimin e drograve të palishme në Shtetet e Bashkuara. Administrata Trump ka akuzuar Maduron se udhëheq Cartel de los Soles, gjë që ai e mohon. Ndërkohë, teksa presioni nga Washingtoni rritet çdo ditë, presidenti i vendit latin po mendon mërgimin nga vendi. Turqia është ndër vendet që mund të strehojnë udhëheqësin venezuelian Nicolás Maduro nëse ai detyrohet të largohet nga vendi. Ky sugjerim i paraqitur fillimisht nga Politico dhe më vonë i raportuar nga media turke, bazohet si në marrëdhëniet e mira midis presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit amerikan Donald Trump, ashtu edhe në qendrimin e qeverisë Ankaras, e cila vitet e fundit është afruar më shumë me Maduron në vend që ta izolojë atë. Erdogan dhe lideri venezuelian kanë kultivuar marrëdhënie shumë të ngushta vitet e fundit, duke ndjekur një rrugë të kundërt me ato të shumicës së qeverive perëndimore. Maduro jo vetëm që u mirëprit në Turqi në vitet 2017 dhe 2020, por Erdogan ishte edhe presidenti i parë turk në histori që vizitoi Venezuelën në vitin 2018. Pa atë vit, Maduro i forcoi lidhjet e tyre duke marrë pjesë në ceremoninë e betimit të Erdoganit në Ankara. Takimet, telefonatat dhe marrëdhëniet diplomatike i ka lejuar të dy vendet të zgjerojnë bashkëpunimin e energji, naftë, tregti floriri dhe logjistik përmes fluturimeve të Turkish Airlines. Trump kohët e fundit është treguar i hapur për dialog me Caracasin, por situata e Maduros mbetet e pasigurt dhe çdo sugjerim për një transferim të pushtetit aktualisht po hidhet poshtë nga qeveria e Caracasit. Nëse Trump dhe Maduro do të përballeshin me njëri tjetrin dhe ditët e udhëheqësit venezuelian do të ishin vërtet të numëruara, siç deklaroi presidenti amerikan, Turqia do të ishte një nga të paktat rrugë shpëtimi për presidentin aktual të Venezuelës.